Jemi kthyer pas kësaj shkëputje publicitare dhe si që e përmenda edhe qysh në fillim do të kemi një rrëfim të jashtëzakonshëm. Një mënyrë jetese, një jetë shumë ndryshe nga ajo që bëjmë ne dhe realisht jemi mësuar të shohim. Në një lidhje të drejt për drejt do ta kemi Rediona Deda, e cila është stjuardes në jate luksoze dhe do të na tregoj se si është të jetosh mes oqeanit e po ashtu me një punë që është larg, po them, asaj të zakonshmes, sepse i bie që me muaj të tërë të jetë në udhimet e saj drejt vendeve të ndryshme nga Shqipëria deri në Australi. Mirë, po gjitha këto do të na i shpjegoj vetë Redona. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pyetja parë që dua të të bëj, duke qenë se jeni gjithmonë në lëvizje, është se ku jetani, ku gjendeni aktualisht? Aktualisht jam në Holland. Në Holland. Mirë shumë, më vjen mirë që je mirë dhe pastaj do të flasim sigurisht për rrugtimin tuaj, sepse është shumë interesante të dëgjosh eksperienca të tilla të suksesit. Dhe si që është ajo e juaja, sepse bëni një jetë, po them, ndryshe dhe të jashtëzakonshme, duke qenë se pjesën më të madhe të jetës e kaloni në oqean, apo jo? Po, e vërtet, po. Dhe si ka nisur gjithçka, Redona, ta kemi të qartë dhe ne, sepse nga informacionet që ka marrë, nga ajo që e di është se ju keni studiuar për logopedi, ndërkaq si përfunduat pastaj që punoni në jate luksoze dhe keni një jetë krejtësisht ndryshe nga ajo që e keni nisur. Qysh në studime? Po, vërtet. Ka nisur para 10 vitesh, ku kam qenë vetëm 19 vjeç, edhe pse u diplomova në një deg komplet tjetër, falë këshireve të mia që punonin në këtë industri të jahteve, më përpostuan për të shkuar për një kohë të shkurtër, dhe kështu nisi gjithë aventura. Çdo sezoni veror teksa ndiqja studimet, vazhdoja punën e jahte, dhe pas studimeve vendosa ta kthej në profesionin tim. Dhe si është realisht, Redona, të punosh dhe të kesh të bësh realisht me njerëz të tillë, me personalitete të tilla, të punosh në jate luksoze, si është realisht? Na përshkruaj pak që ta kemi dhe ne idenë se ta kemi të qartë ashtu se si duket një ditë e jotja ndoshta normale në një ditë pune. Është një punë shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë, është intensive, pra ditët nuk janë normale. Normale kam fjalën 8 orë apo 9 orë. Ditët e mia kur kemi të ftuarit në bord zgjasin deri në 16 orë. Dhe këtë arsye them që janë intensive, dita nis herët në mëngjes, është shumë aktive. Pra vazhdojmë me shërbimin e mëngjesit, më pas drekën, më pas koktejlet e pasdites, më pas darka, koktejlet pas darke, edhe e tillë është gjithë dita, në varësi të pozicionit që ke në jaht, sigurisht. Unë aktualisht për një jaht 125 metra të gjatë, jam head of service, që do të thotë në shqip ndoshta shefja e shërbimit, dhe dita ime nuk është një lloj sikur e kam nisur, pra sikur kam qenë thjesht një stjuardes. Tani dita është më shumë me menaxhimin e skuadrës së vajzave që bëjnë shërbimin, me accounting, pra bërjen e blerjeve edhe llogarive të ndryshme të jahtit për pjesën e interiorit, pra është një ditë shumë e ngarkuar, duke pasur parasysh që jemi aty për të shërbuar disa nga njerëzit më të pasur të botës. Po, dhe si është jeta në det të hapur? Ka nga ato momentet kur ndoshta dhe je ndjerë e friksuar, sepse dim të gjithë kur gjendemi mes detit nga njerëz dim të imagjinojmë dhe skenaret cilat ndoshta edhe nuk ndodhin kur, megjithatë është gjithmonë ajo frika nga deti. Ke pasur këtë, e ndjen në gjatë udhimit, sepse e përmende që ka udhime të gjata me orë të tëra, thuajse çdo herë. Jo, nuk kam pasur ndonjëherë frikë, edhe kjo është një gjë shumë e mirë në fakt, sepse të ndihmon ta marrësh punën pak më kollaj, sepse ka ndodhur shumë herë stuhi në mes të detit apo dallgë shumë të larta, apo probleme gjatë navigimit ose lundrimit. Unë nuk kam pasur frikë, vetëm që kam është kur ka shumë dallgë, pas deti edhe ndihem keq. Kjo është vetëm ja vështirësia. Pjesa tjetër, në fakt unë kam me pasion, kam me shumë dëshirë dhe kënaqem. Por moti i keq na e vështirëson punën, sigurisht. Ka pasur ndonjë rast vështirësie deri më tani nga gjitha këto vjet që je duke bërë këtë punë? Po,
nëse do thoja vështirësi në lidhje me motin, kur kemi qenë duke lundruar nga Filipinet për në Japoni, ajo quhet si një zonë që është pak e vështirë për detarët, sepse rrymat e krijojnë dallgët edhe deti ose oqeani vështirësohet shumë. Dhe ka pasur momente që ka pasur dallgë aq të larta sa pjesa e përparme e jatit ka qenë tërësisht nën ujë. Shumë vështirësi për të ecur, jo më të punosh, plus vështirësi nga ana shëndetësore patjetër. Dallgët janë aq të mëdha që të bëjë të ndihesh shumë smur. Mund të ketë pasur dhe blackout, pra kemi pasur energji në mes të këtij lundrimi, gjë që është shqetësuese e diku, por kanë arritur që t'i rregullojnë gjërat shumë shpejt pasi ajo bëhet problemi. Po, dhe si e keni përballuar, sepse kur thash se keni pasur ndoshta momentet e vështira për këtë e kisha fjalën. Do të thënë kur përballeni me situata të tilla, ka ndoshta një moment kur edhe mendon të tërhiqesh nga rreziku pastaj që vije kur ka situata të tilla. Më intereson të di se si keni emocionalisht dhe kështu si keni përballuar në ato çaste, në ato momente. Frika ekziston sigurisht, sepse je në mes të detit edhe je shumë larg tokës. Frika do gënjeja nëse të thoya që nuk është ekzistente, sigurisht, sidomos kur ndodhin probleme të tilla, por duke ditur që stafi është shumë profesional edhe është shumë i trajnuar për çdo lloj ndodhie, na jep siguri edhe kemi kaluar patjetër. Kapiteni ka bërë një punë shumë të mirë duke na qetësuar të gjithëve si staf që është një procedurë që do kalohet lehtësisht edhe nuk kemi pasur asnjë problem. Kjo të jep siguri patjetër. Po, sigurisht. Dhe cilat janë ndoshta vendet, sepse e dim që viziton vendet të ndryshme, nga njerë ndoshta edhe të pashkelura, cilat janë vendet që juve ju kanë bërë përshtypje më shumë dhe ndoshta që kanë qenë më interesante dhe si eksperiencë për juve? Shumë vende që kam vizituar kanë qenë vende shumë të bukura, padyshim. Azia mbetet numër 1 për mua, për detet, për ishujt, për çdo gjë që përfshin. Do veçoja Japonin, Palaun, Raja Ampat dhe Australinë, Sydney më saktë, për mënyrën e jetesës si një qytet shumë i bukur. Sa është të vështirë, Redona, të menaxhohet pasaj me pjesën e familjes, duke qenë se e përmende se me ditë të tëra jenë në det të hapur, larg familjes, sa është të vështirë kjo, sepse sigurisht ka ndoshta dhe vajza që tani dhe po na shohin dhe kanë ëndër këtë punën që po e bën ti dhe sigurisht që duhet ta mendojnë dhe këtë. Është e vështirë, si çdo punë larg familjes të merr malli, të mungojnë, por është diçka e menaxhueshme. Tani shqiptarët kanë emigruar prej vitesh, edhe emigrimi e ka këtë pjesë që do jesh larg familjes, por shqyr fal teknologjisë, ndihesh më afër se ndonjëherë tjetër. Kështu që unë s'kam pasur problem në fillime ndoshta, por me kalimin e viteve jam mësuar edhe është stil jetese tashmë. Dhe familja kur të mirë kupton dhe të mbështet, ta lehtëson shumë punën. Po, sigurisht. Dhe pasaj, Redona, si është pjesa, sepse përmende përshkruajte një ditë pune, megjithatë keni pushime, mund të shihoni dhe ju vendet të cilat i vizitoni, ju lejohet kjo gjë gjatë kosa jeni në punë? Kjo varet shumë nga pronari apo të ftuarit e jahtit, ashtu edhe kapiteni. Pra nëse të ftuarit janë shumë njerëz kuptues, sigurisht ne shfrytëzojmë vendet që vizitojmë, dalim në tokë, si të jemi dhe ne turistë. Duhet edhe mirëkuptimi i kapitenit, sepse vetëm nga urdhrat e tij ne mund të dalim në tokë, por shumicën e rasteve kemi arritur të shijojmë. Edhe vetë jahtin, por edhe vendet që kemi shkuar. Ka raste të tjera kur jeni shumë të zënë, është e pamundur nga ana e kohës që të dalim edhe të shijojmë. Pushime sigurisht marrin gjatë ditës, 1-2 orë ose 2 orë e gjys, dhe gjatë natës 8 orë të paktën. Por kjo varet shumë se sa e ngarkuar është dita. Që thash, ka ditë që mund të zgjasë deri në 16 orë pa pushim, nuk është e përgjithshme si gjë, por është e mirë ta thuash që kjo punë përveç këtyre anëve të bukura ka dhe lodhje, nuk dua të jem hipokrite dhe ta mohoj. Po. Dhe i përmende edhe të ftuarit, zakonisht çfarë të ftuar janë? Po besoj që janë personalitete
po them të shuara personazhe të cilat ndoshta janë edhe të paprekshëm, po them nga pjesa tjetër e shoqërisë, si janë dhe realisht me cilët keni pasur ndoshta kontakte më shumë? Kur them të ftuar, unë kam punuar kryesisht për njerëz që e kanë jahtin të tyre, pra janë jahte private dhe me të ftuar e kanë fjalën familjarët, ose shoqëria e tyre, por pronari, unë kam pasur shumë fat, kam punuar për pronarë shumë të mirë, shumë njerëz të thjeshtë, edhe pse janë shumë të pasur, nuk janë pjesë e showbizit, pra nuk janë njerëz të famshëm, përveç se nga ana e biznesit sigurisht, ata njihen me syre. Kam pasur dhe njerëz të famshëm miq të tyre që na kanë ardhur në yacht, por jo njerëz Beyoncé apo nuk e di që mund të njihen botërisht. Pra janë njerëz pak më të tërhequr nga bota e showbizit. Vërtet janë njerëz shumë të mirë. Jo, ka pasur dhe raste jo aq të mirë, por shumica e pronarëve për të cilët unë kam punuar kanë qenë vërtet njerëz të veçantë. Po, dhe është vërtet jeta e tyre aq glamuroze siç duket nga jashtë, Redona? Po, të kesh jahte, unë kam punuar nga jahte 42 metra deri në 125 dhe të kesh një jaht të kërkon një lloj stili jetese mbi njerëzit e pasur, pra jo çdo kush mund të ketë një jaht taket të tij me gjitha shpenzimet edhe çdo gjë që kërkon. Kështu që patjetër ka një jetë glamoroze. Edhe janë shumë të zënë me punë, janë shumë njerëz të ngarkuar në përditshmëri. Por në fund të ditës, në varësi të moshës që ata kanë, jetojnë një jetë shumë normale. Pra, edhe pse kanë shumë të ardhura, dita e tyre mbetet e njëjtë si e ne njerëzve normal. Thjesht shpenzimet janë më të mëdha. Po pra, nuk është se dallojnë shumë përveç kur vije puna tek shpenzimet pastaj. Jo, një lloj do thoja, edhe ndoshta nëse dallojnë nga një gjë, është kujdesi që kanë për shëndetin edhe për dietën ushqimore. Po, dhe kjo sigurisht është shumë e rëndësishme dhe po besoj që do duhet të ishte e rëndësishme edhe tek të gjithë, pa dallim, nëse po tek ata e kanë vënë re më shumë. Po. Ndërkaq, cila ndoshta mbetet kujtimi më i mirë deri më tani ose vendi më i bukur ose diçka që ka qenë jashtë prishmërive tua, jashtë imagjinatës, duke qenë sepse e dim se ka vende të jashtëzakonshme, vende të bukura që ndoshta nganjëherë as nuk mund të imagjinojmë se janë të tilla dhe sigurisht që përtej fotografive, përtej videove nganjëherë në syrin e njeriu duken akoma më të bukura. Me që e përmenda Azin, kësa herë do shkoj në Amerikën qendrore, ose më saktë Amerikën e Jugut, Ekuadorin, Galapagos, po e veçoj për shkak të jetës edhe botës nënujore që kishte, por edhe kafshat e tokës, gjallësat e ndryshme të tokës, ishin ndër më të veçanta, ndër më të bukurat, ishujt më të bukur që unë kam parë ndonjëherë të paprekur. Besoj që kjo e bënjë nga eksperiencat më të mira që kam kaluar ndonjëherë, sepse kemi arritur vërtet të shijojmë dhe ne si të ftuarit. Dhe Redona, që t'i kthehemi sërish pozicionit apo punës si stewardesë, çfarë kritere ndoshta duhet të plotësohen për të pasur një punë të tillë, sepse dim se me stewardesat që punojnë në linja ajrore, dim disa kritere, megjithatë për këtë në jatet çfarë kritere duhet të kenë të gjithë ata të cilët edhe duan të bëjnë një jetë të tillë, një punë të tillë? Duhet të jeni minimumi 18 vjeç, duhet të flisni dhe të shkruani anglisht rrjedhshëm, duhet të keni një pasaport pa probleme, dhe të jeni të gatshëm për të punuar fort, të jeni të adaptueshëm në situata dhe të jetoni në ambiente me njerëz të ndryshëm. Dhe pastaj të tjerat janë gjëra që rregullohen. Mjafton të keni një vullnet mirë për ta kryer si punë, sepse kërkon disa cilësi që ndoshta jo të gjithë i kanë. Pra duhet të jesh shumë i hapur, mendje e hapur, duhet të jesh i miqësor, i shkathët ose e shkathët. Këto janë cilësi që do thotë, por kriteret minimale janë që të jesh mosha mbi 18, të flisni anglisht rrjedhshëm dhe sigurisht pastaj nga ana profesionale sa më shumë
aftësi të keni, aq më mirë është. Po. Dhe pastaj, sigurisht, na intereson edhe kjo pjesa e pagesës si është, sepse duke qenë se bëhet një sakrificë e madhe, duke qenë larg familjes, udhime me orë të tëra, si është edhe pjesa e pagesës, Redona? Pagesa për Junior Stew fillon nga 2.500 euro në muaj, pra është pagesa minimale, dhe duke u rritur në detyrë, sigurisht rritet dhe rroga, me marrjen e eksperiencës edhe njohurive të ndryshme. Por rroga bazë është 2.500, mund të shkojë 2.700, ka jate që ofrojnë dhe 3.000, pra varet shumë nga jati. Po, dhe nga madhësia, sepse përmende se kujtoj që më herët pa të thënë se keni punuar në një jahtë më të vogël, ndërsa tani e përmende që punon në një jahtë shumë të madh. Dhe kjo dallon pastaj edhe tek pagesa. Po, megjithëse pagesa bazë, pra për krun e re, aty shkon. Madje jatet e vogla ndonjëherë paguajnë më shumë se jatet e mëdha, por varet shumë, nuk dua t'i përgjithsoj, sepse çdo jatë paguan ndryshe. Jatet që janë në Amerikë paguajnë ndryshe me jatet e Europës, pra varion shumë. Po, qartë. Dhe ka ndonjë mosh pensionimi, ndonjë mosh kur detyrohesh ta lësh këtë punë, apo s'ka diçka të tillë? Si femër, por edhe si meshkull më shumë femrat mendoj, e kanë më jetë shkurtër këtë karrierë, sidomos nëse do të krijosh familje, por nëse familja s'do ishte një problem, le të themi, mund të shkojë deri në 50 vjeç, 55 maksimumi. Po, sigurisht, kur e mendoj pastaj që për një grua është më e vështirë, duke qenë se pasi të krijoj familje do të vinë edhe fëmijët dhe të qenurit pastaj larg kësaj, larg fëmijëve, sigurisht është e vështirë. Dhe duket sigur është punë më shumë për të ri, për ata të cilët nuk e kanë krijuar akoma atë familjen e tyre të ngushtën. Padyshim. Unë e them gjithmonë që kjo është një punë që bëhet sa je i ri, në të 20-tat, në të 30-tat e tua, sidomos nëse je vajzë. Për djemt është një punë më afatgjate, është një punë më ndryshe, sepse mund të marrësh kontrata më të shkurtra që të lejon të kesh dhe një familje. Po, qartë. Ndërkohë, cili do të kishte me qenë ndoshta, sepse me që jemi edhe drejt fundit të intervistës, një, po them, mesazh ose një informacion që të duhet patjetër ta kenë të gjithë ata të cilët duan të merren me këtë punë? Mendoj që është një nga ato punë që të jep mundësi jo vetëm të udhëtosh, por të rritesh si njeri, të njohësh eksperienca të reja, të mësosh shumë për këtë industri të bukur që tani po zhvillohet shumë sidomos në Shqipëri. Dhe nëse jeni të rinj edhe keni dëshirë të udhëtoni, të bëni një punë të bukur, një punë të veçantë, dhe të keni një stil jetese ndryshe, unë ju rekomandoj të gjithëve, mjafton të ndiqni kriteret, të bëni certifikimet e duhura dhe do njihni një aspekt të ri të vetes tuaj. Po. Një mesazh shumë i mirë dhe po besoj që kemi dhënë ndoshta edhe informacionet e nevojshme për gjithë ata që duan të kenë një jetë të tillë, sepse realisht nga këtu tingëllon shumë interesante, shumë ndryshe nga jeta që bëjmë ne. Redona, të uroj shumë suksese dhe të falenderoj shumë që u inkuadruat në këtë lidhje direkte.